ne ndajmë mësimet e Krishtit me të tjerët, Perëndia do të na bëjë enët e çmuara, domethënë njerëzit e tij të cilët do të marrin bekime. A nuk na mëson Bibla këtë mësim? Apostulli Paul shkroi, unë nuk jetoj më. Jam kryqëzuar dhe ai që jeton në mua është Krishti. Me fjalë të tjera, ai donte të thoshte, kushto që ndeshet me mua, pranon Krishtin. Vetëm Krishti vërshon në mua. Mos më kërkoni para ose gjëra materiale, por kërkoni Krishtin. Atëherë unë do të ndaj me ju Krishtin pa kosto. Në këtë mënyrë, kudo që shkonte, predikonte me zell Krishtin. Kështu ndau Krishtin apostulli Paul me njerëzit e botës. Ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë tani. Për ta bërë këtë, nuk duhet të kemi brenda nesh ato që i përkasin satanait, por gjërat që i përkasin Perëndisë. Vetëm atëherë mund t'u japim shpresë për të ardhmen familjeve dhe shoqërisë sonë dhe shpirtrave fatkeq në botë. Le të kthehemi te Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargu 10. Vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatëruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollë. Siç mund ta shohim këtu, Krishti tha se qëllimi i ardhjes së tij në këtë tokë është të na japë jetë. Imagjinoni sikur gjithçka në botë ka vdekur. Le të themi se pas shërbesës së adhurimit dole jashtë dhe rruga ishte aq e qetë sa që mund të dëgjojë një gjil për të binte. Të gjitha makinat ishin ndaluar në vendet e tyre dhe të gjithë njerëzit ishin të shtrirë në rrugë të vdekur. Pemët përgjatë rrugës ishin të thata dhe të zhveshura. Kur u kthyet në shtëpi, macja dhe qeni ishin të vdekur, të shtrirë në tavolinë dhe mbi divan. Vizualizoni veten në një vend të tillë. Imagjinoni sikur të mos ketë fare krijesa të gjalla. Kur mendoni për një botë të tillë, sa e frikshme është, a nuk jeni dakord? Krishti na mësoi se një botë e tillë është gjendja shpirtërore e njerëzve në këtë tokë. Megjithatë, njerëzit nuk e kuptojnë. Kjo është arsyeja pse ai tha, unë kam ardhur që ata të kenë jetë. Sipas Ungjillit të Markut kapitulli 1, vargu 35, Jezusi shkoi duke predikuar për të shpëtuar jetë. Vetëm ata që e kanë Krishtin plotësisht në vete, mund t'u predikojnë plotësisht njerëzve për Krishtin. Le të mbushim veten me Krishtin që të kemi mendimet, mendësitë dhe shpirtin e Krishtit. Duke ju kërkuar të gjithëve që t'i mbushni zemrat tuaja me frymën e dashurisë që Krishti dëshiron të mishërojë në këtë tokë, do të doja ta përfundoja predikimin e sotëm. Faleminderit shumë.